Për të tretën ditë radhazi, zjarri në Mallakastër vijon të jetë aktiv, por tashmë larg zonave të banuara. Pavarësisht ndërhyrjes nga toka dhe ajri, flakët vijojnë të djegin masivet pyjore, ndërsa gjatë ditës së sotme me intensitet më të ulët. Situata në zonat e prekura, konkretisht në Panahor, Ngraçan, Riban dhe Ndreni, paraqiten të ndryshme. Në pjesën e Panahorit, zjarri vijon me intensitet më të ulët në drejtim të fshatit Panahor dhe Qyqen, ndërsa mbetet dhe tendenca e përhapjes në drejtim të fshatit Sfir. Zjarri mbi fshatin Ngraçan është në kontroll, ndërsa në Riban flakët janë izoluar. Me intensitet të ulët, vijon zjarri dhe në drejtim të masivit pyjor të Ndrenis dhe Vloshtit, për larg zonave të banuara. Aktualisht në terren po vijon operacioni për kontrollin dhe shuarin e vatrave të zjarrit, ku janë angazhuar 5 mjete zjarr fikse, 25 efektiv të MZSH-s, 30 forca bashkiake dhe 50 trupa të forcave të armatosura. Në operacion nga ajri janë angazhuar gjithashtu 2 helikopterë të Ministrisë së Mbrojtjes. Aktualisht nuk ka zona të banuara në rrezik të drejtë për drejtë, megjithatë rreziku mbetet evident për shkak të temperaturave të larta dhe erës, të cilat favorizojnë përhapjen e flakëve. Ndërkohë vijon puna në Ngraçan kryesisht në perimetrin e jashtëm të zonës së prekur, me qëllim mbajtjen nën kontroll të situatës dhe parandalimin e përhapjes së zjarrit.